Festat duan dashuri. Nën motën për të qenë pranë familjeve të braktisur, të moshuarve, njerëzve në nevojë, kryeministri Rama, ministrat e kabinetit të tij dhe deputetët e Partisë Socialiste kanë zgjedhur 28 institucione dhe stresa ku organizuan në të njëjtën orë aktivitete festive dhe u shpërndan dhurata. Kryeministri Edi Rama ishte në shtëpinë e moshuarve në Alide. Ministri i Mërqenies Sociale Blendi Klosi është takuar me fëmijët e policëve të rënë në krye të detyrës në Berat, të cilëve u garantoi se do të jenë në vëmendje të qeverisë për arsimimin dhe çdo nevojë të tyre. Të kemi të gjitha beneficet që shteti mund t'japi për fëmijët, ju që të gjithë besoj e keni marrë dhe këtë mbështetje shtetërore për më shumë shkolla, më shumë edukim, bursa, kualifikime. Ministri i Jashtëm Detmir Bushati ka vizituar fëmijët e ngujuar, festa për të cilët nuk merr ngjyrat e çdo personi tjetër në liri. Ministri Bushati u dha shpresë të vegjëlve se reforma në drejtësi do të zgjidhë fenomenin e gjakmarrjes. Shpresoj shumë edhe me reformën e fundit në drejtësi me mposhtë këtë fenomen që në fakt nuk ka lidhje as me zakonet më të mira të shqiptarit, as me kodet tona. Koncerti organizuar në shtëpinë e fëmijës Zyber Hallulli në Tiranë dha mesazhe të forta se të mitrit e braktisur ka nevojë për mbështetje dhe dashuri. Të gjithë qytetarëve, kudo që ndodhen, ta kthejnë kokën më shpesh në këto institucione, apo masnit në nevojë. Zëvendës kryeministri Peleshi ka shpërndar dhurata në Pogradec për familjet në nevojë. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ishte në qendrën trazitore në Shishtufin dhe shpërndau dhurata për familjet e strehuara në këtë ambient. Ministri Beqa ishte në qendrën e fëmijëve me aftësi të kufizuara në Durrës. Në një të tillë institucion të përkujdesjes për fëmijë ishte dhe ministri i arsimit Lindita Nikolla në Lezhë. Ministri Akumbaro dhe ministri Çoçi ishin në shtëpinë e të moshuarve në Gjirokastër. Edhe ministri Gjiknur ishte në një shtëpi të moshuarit në qytetin e Vlorës. Ministri i Transporteve Sokol Dervisha i shpërndau dhurata për fëmijët e braktisur në Vlorë, ndërsa ministri i Ekonomi ishte në Shkodër.